Kryebashkiaku i Pogradecit tha se së shpejti të gjithë piktorët e kësaj zone do të kenë këndin e tyre të veçantë për të shitur veprat. Një hapësirë e tillë do të mundësohet në qendrën e re të vizitorëve në Drilon, ku çdo piktor do të ketë mundësinë të shfrytëzojë falas ambientet për të shitur pikturat e tyre tek turistët. Këtë xhakollje bëri me dije teksa vizitoi atelinë e piktorit pogradecar Gentian Zeka në fshatin Rëmenj. Juve duhet merrni për të shitur pikturat e vetra. E kemi bërë atë qendrën e vizitorëve, një pavion ja u kemi lënë piktorëve të Pogradecit. Secili ka material për të shitur, e ve atje, i ve dhe çmimin, ja u le atyre me inventar. Dhe se aty do jetë vendi që do vizitohet më shumë nga turistë. Vinë e blenë, sjell lekët tyre. Ku është vendi? Në Drilon. Në Drilon, një pavion është lënë vetëm për ju. Shumë mirë. E bën këtë vetëm për këtë punë. Një nga sallat e vetëm për piktorët e Pogradecit. Driloni është nga pika turistike që thith një numër të konsiderueshëm vizitorësh vendas dhe të huaj, dhe kjo mund të ngjallë interes të shtuar për të blerë veprat e këtyre piktorëve.